Dita pas akuzës dyshohet për çfarë vepre penale cilën e ka përfajde. Dosja e fajdëm në zonën e Vushtrisë që lidhet me autosalonet ka vlera multimilionshe. Përpos parave kesh, makinav e tokav të dyshuarit për fajde dyshohet se përfituan edhe objekte multimilionshe. Si pas akt akuzës, i akuzuari për fajde po ashtu nga Vushtria është edhe Sheqir Vërshefci, që dyshohet se të dëmtuarit G.Sh. për shkak të borxhit të fajdes, ja ka marrë një objekt afares në fushë Kosovë në vlerë mbi 2 milion euro. Është detyruar që të dorëzojë një objekt ndërtimor afares në fushë Kosovë në vlerë rreth 2 milion euro, në të cilin objekt gjenden disa lokale afariste, për të cilën vepër të pandehurit më parë janë arrestuar. Mirë po i pandehuri Sh.V është duke vazhduar që t'i marrë qirat nga personi F.H në shumën prej 300 euro në muaj, S.K në shumën prej 2000 euro, J.Sh në shumën prej 450 euro në muaj, B.M në shumën prej 250 euro në muaj, A.G në shumën prej 600 euro në muaj dhe S.K në shumën prej 250 euro në muaj. Valdrin Behrami, avokati i Sheqir Vërshefci, thot se klienti i tij akuzohet për fajde, por thekson se duke u bazuar në pretendimet e deri tashme nuk ka elemente që e inkriminojnë klientin e tij. Dita pas akuzës dyshohet për çfarë vepre penale cilën e ka për fajde, e ka në bashkëryerje e ka me një person të tjetër, diçka tjetër nuk ka. Tash mbetet për mu pa. Bos përshkrimit akt akuzës nuk është që vrejnë ai parë elementi që inkriminon të njëjtin. Dyshohet se ndaj disa personave të tretë i kanë ngel disa qiraja, i njëjti Sheqiri pretendon që i ka gjitha, i ka me kontrata me marrëveshje të cilat i ka bërë me personin i cili është në cilësi të ankusit. Mirë po për mu ka mbetë e rëndësishme është mu pa provat. Kë po pretendon që i ka provat, ne ende provat nuk i kemi, edhe kaq. E akuzuari tjetër për fajde, Ramiz Ademi, po ashtu vjen nga Vushtria. Ai dyshohet se në fillim të vitit 2021 ka kontraktuar shuma jo proporcionale të pasurisë, ashtu që për 20.000 euro fajde kishte përfituar 60.000 euro pa e përfshirë borxhin kryesor. Është detyruar të marrë para në shumën prej 20.000 euro me fajde, për të cilat ka paguar çdo 2 javë nga 2.000 euro, duke pësuar dëm pasuror rreth 60.000 euro, kurse borxhi kryesor ka mbetur i papaguar. Ramiz Ademi në këtë procedurë penale përfaqësohet nga avokatja Teuta Zhinipotoku. Ajo ka qenë e shkurtër në prononcimin e saj lidhur me këto pretendime. Me tregu drejt ajonet se kom pranua këtë akuzën. Veç kom dëgju për kolegëve që është ngrit këtë akuza. Nga një fshat i komunës së Vushtrisë është edhe Muj Ademi. Ai po ashtu akuzohet se i ka dhënë një të dëmtuari para me fajde. Për 20.000 euro, i dëmtuari është obliguar t'i paguaj nga 2.000 euro në muaj. Për shkak të obligime ndaj personave tjerë për fajde është detyruar të marrë para me fajde në shumën prej 20.000 euro, me fajde prej 2.000 euro në muaj, të cilat nuk ka mundur t'i paguaj me kohë dhe është detyruar të marrë vetura nga autosalonet me çmime të larta, të cilat është detyruar t'i shes me çmime shumë të ulta, duke pësuar dëm pasuror disa mijëra euro. Rahim Majeti, avokati i Muj Ademit, nuk ka dashur të komentoj lidhur me akuzat që rëndojnë klientin e tij. Në lidhje me Muj Ademin, një akt akuzë që e ka në Therizaj. Shiko, i nderuar, unë nuk paraqitna për media, kur jem avokat veç për gjyq, nuk komunikoj kur me media kështu, nuk jap shpjegime për opinion, për rastet që i përfaqësoj.